Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Zotit, paqja qoftë mbi dërguarin Muhammed alayhis salam. Kemi ardhur te disa ajete shumë interesante dhe do me thonë se dhe jemi edhe në muajin e Kuranit, në muajin Ramazan, ku është muaji i Kuranit që ne duhet ta shtojmë leximin dhe praktikimin e Kuranit. Ku thotë Allahu i Madhërisëm Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'lamuna as-salihat anna lahum ajran hasana. Falënderimi pra i takon Allahut, vetëm Allahut pra që ja shpalli robit të vet librin dhe në të nuk lejoi ndonjë kundërthënie. Ja shpalli të sakt, pa shmangje, për t'u atërhequr vërejtën atyre që nuk besojnë, ndaj një dënimi të rënd prej tij, e për t'i përgëzuar besimtarët që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm. Pra, ajran hasana. Pra, Allahu i takon falënderimi, Allahut i takon falënderimi që e zbriti këtë libër, Nazal al-Kitab, Kuranul Hakim, që është Kurani i urtë, me urtësi, me plot urtësi. Tanzilun min Rabbir Rahim, zbritje prej Zotit mëshirues. Nuzulun min Rabbir Rahim, pra zbritje prej Rabbus Samawatit wal Ard, prej Zotit qive tokëve, wa ma bainahum, do të çka ka mes tyre. Që është Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Pra ajwaja. Çka do thotë kjo ajwaja? Do të thotë kundërthënie. Pra në këtë Kur'an nuk ka kundërthënie. Janë pra gjërat e definuara qartë. Prandaj besimtari kur i dëgjon këto ajete thotë sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm o Zotit. Këtë Kur'an që ja shpallit të saktë, qayyiman liyundhira ba'san shadid, të saktë, për t'u atërhequr pastaj vërejtjen mosbesuesve për një dënim shadidul iqab, për ndëshkim i ashpër për mosbesimtarët, e për t'i përgëzuar besimtarët, wa yubashshira alladhina amanu, po bashir pra, për t'i përgëzuar besimtarët, wa yubashshira alladhina pra, për t'i përgëzuar ata, wa yubashshiru almu'minin, pra për t'i përgëzuar besimtarët, wa yubashshiru almu'minin, pra për t'i përgëzuar besimtarët, të cilët pra alladhina ya'lamuna salihat, pra ata që bojnë amele salihat, pra vepra të mira. Anna lahum ajran hasana, ku do të kenë pra shpërblim të mrekullueshëm. Pra fillon me tregue fuqinë e Kuranit, që është pa kundërthënie, që është i qartë. Wa ma 'allamnahu shirra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Pra si thot Allahu në një ajet tjetër kuranor, ne nuk u mësuam poezinë atyre Muhamedit pra, por ky Kur'an nuk është as poezi, as prozë, por është fjala e Allahut. Është Qur'anun mubin, pra është libër, është Kur'an i qartë, fjala e qartë e Zotit. Pra, këtu treguhet sepse nuk ka pra paqartësina, as kundërthënie. Këtu treguhet se fjala e Zotit është shumë e qartë, është shumë e kuptueshme. Dhe për ata që kuptojnë dhe ata që mendojnë, ndalen dhe analizojnë, aty në ju flen në shpirt kjo fjalë dhe në mendjet e tyre, dhe në mendjet e zgjuta, mendjet e mençura, kjo fjalë gjen vend dhe ata e zbatojnë këtë fjalë në jetën e tyre të përditshme. Kurse ata që nuk e zbatojnë, normalisht se do kenë humbje të mëdha, kurse ata që do ta zbatojnë do kenë fitore të mëdha, dhe ato fitore do t'i gëzojnë këtë dunja, pra fitoret e mesazheve kuranore, sepse Kurani është fjala e Zotit, do t'i gëzojnë këtë botë dhe në botën tjetër.
Është për të habit me disa njerëz në ditët e sotme që më të vërtet është për të çuditë dhe është për të mahnit. Kur i thot vetë, për shembull, thotë unë jam musliman edhe ulet me dëgju Kur'anin edhe kur ulet me dëgju Kur'anin, thot e lexon hoxha Kur'anin, e këndon Kur'anin. A çka ça? A çka është kjo, thot? Çish më çka është kjo? Kjo fjala e Zotit është. Kjo fjala e Zotit që ka krijuar gjithësinë, ka kriju ty. A nuk po të mjaftoj ka fjala e Zotit tyja? Çka po don ti, diçka tjetër, po don një sallat mikse kështu a? Fjala e Zotit është kjo. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, me përmendjen e Allahut qetësohet zemra, qalbi jet, shpirti i njeriu, qetësimi i zemrës që është promotori i lëvizjes së gjithçkajt. Kurse nëse këndohet ndonjë këngë aty poezia se ndonjë prozë ku e diu se çka, wow, thos sa bukur po këndoj ka. E fjalën e Zotit nuk po të pëlqej ka, nuk po ta rrshqeth ka trupin fjala e Zotit ta, nuk po ta lën ka shenjë ça. E pse bre ashtu? Qysh fjala e Perëndis nuk po të gjej ka vend zemrën tona. Kur Zoti thot, pe marrim shem një ajet kuranor, innal ladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ata që bëjnë vepra të mira. Pra Allahu tregon për vepra mirët. Ata urdhnojnë që të bëhen vepra të mira, urdhnojnë drejtësi, urdhnojnë të vërtetën, urdhnojnë në durim. Pse? Njerëzit e padurueshëm a kanë fituar ndonjëherë? Njerëzit që kanë punuar me të pavërtetën, a kanë gëzuar të pavërtetë? Të këqijt kanë një lumturi të zezë. E pavërteta është errësirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata jetojnë sikur në koma. Njerëzit që punojnë me pavërtetësi, që punojnë me pra gjëra të kota, me boshësina të ndryshme, ata jetojnë në koma. Prandaj, e vërteta është Kurani, ku na mëson që të punojmë punë të mira, ku na mëson ta besojmë Allahun, ku na mëson ta respektojmë nënën dhe baba, fëmijë, evlad, far, e fis, e farefis, adhe, e vend ku kemi le. Pa kjo është Kurani i qartë, me këshilla të qarta. Ky Kur'an na mëson që të largohemi nga falli, nga bixhozi, nga alkoholi, nga vera, nga lëndët dehse, narkotike, që e trullavin trunin. Ty Zoti ta ka dhënë trunin mos me trullav, po Zoti ta ka dhënë trunin që me bëj punë të mira në këtë botë, të ta përdorësh mendjen për mirë. E jo me çu trunin në khamër aty. Khamër është mbulesë, ja çet vetit një qebet zez aty e mlën trunin. Sukur qebja zez, sukur mbulesa zez, kanë thonë, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqun min amali shayatin. Pra, si thot Zoti në Kur'an, atë khamri pra dehja përmes verës ose alkoolit është mbulesë në trurin e njeriu. Pra kjo është Kur'ani mubin i qartë, po të kallzon qartë. Largohu bixhozit, largohu fallit, largohu alkoolit, qartë, decisive, të preme. Pastaj thot, wala taqrabu zina, mos ju afro prostitucionit. Humbje e madhe është ajo. Degenerim, sa smuni jam shfaq ditë sot me si shkakut i moralitetit. Pastaj urdhësa plot në Kur'an, pastaj thot shkruani gjanat, ha? Kur gjërat nuk shkruhen, harrohen. Sa jetë kuranore na mësojnë pastaj ndaj prindërve thot sillu mirë. Dhe shaj mirësi e shtrije dorë ndaj tyre, mos u thuaj atyre asuf, po bëhu bamirës me prindërit e tu. Bëhu i mirë me prindërit e tu. Ju e dini vëllezër, jeta na ka provu, na ka tregue. Kur i kemi dëgjuar njerëzit, ata që si kanë respektu prindët e vet, as fëmijët e vet nuk i kanë respektuar ata kur janë bën ata vet prind edhe kur janë plak.
Prandaj ky është një rend në këtë kozmos dhe në këtë gjithësi që vjen nga ky Kur'an që është ai wajhe, që s'ka kur, domethënë që s'ka kundërthanie. Nga ky Kur'an që është mubin, nga ky Kur'an që është i përgatitur për besimtarët. Prandaj ne kur e lexojmë Kur'anin, duhet të thellohemi në të në mënyrë që ta shijojmë dhe pastaj ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Fjala e parë që zbritin në Kur'an, lexo, studio. A keni po ndonjëherë në popull ose në qytetrim që pa lexu ka përparu? Vallahi kur s'kam pa. As nuk kam lexu kon histori njerëzimit, në historitë njerëzimit, nuk kam pa popull dhe civilizim që pa lexim ka përparu. Pa dituri nuk mundesh me përparu. Duhet me ditë për me pas. Allahu ju nderoft, Zoti ju pranoj lutjet këtë muaj të bekuar. Selam aleikum.